Muzika, ke thënë ti, është sublime, është më e bukur nga të gjitha llojet e arteve. Ti çfarë muzike dëgjon kur je vetëm? Me ritën, po këndonim një ditë, po ja këndoja unë, nuk jam si ai, jo. Më thej që nuk jam si ai, më dole më keq se ai. Unë s'kam një preferencë, sepse truri është një vampir që integron diçka dhe pastaj do një gjë tjetër. Kështu që nuk mund të ri në një lokalizim, po gjithë llojet. Ndonjëherë du dhe tallava. Do dhe tallava? Po. Kur gjërat shkojnë shumë kështu komplikohen tepër, atëherë du tallava. Po piktura, me që se është një art tjetër që ti e... Për momentin ke piktura janë, duhet të rikthem. Do të rikthesh te piktura? Po. Dhe tallava. Jo tallava, por për shembull kënga do marr çiften do dal për gjah me atë Irini Qiriakon? Apo me atë versionin me... Versionin e atij nga Përmetja. Nga Përmetja. Për shembull është një këngë magjike. Ose kënga e Çelomezanit, ose kënga Mora një shport me ftonje, ku diun si është ajo, që i dëgjoj me shumë kënaqësi, po dëgjoj edhe këto vajzat shqiptare që kanë miliona klikime, si Aj për shembull, bile dhe këndoj këngën si Aj. E Tajnës. Po. Ke thënë ti që tekstet e këtyre këngëve të Kosovës ty të pëlqejnë? Jo, më pëlqejnë, unë i gjurmoj, sepse ato burojnë nga një kulturë verbale, fjale. Kultura e fjalës ka tjetër impakt nga kultura e librave. Dhe ka një fuqi goditëse. Pra, duken që nuk janë njerëz me shumë kulturë, po janë me një intuitë dhe me një kolor gjuhësor lokal. Që dura, po. Po, sepse gjuha jonë u përsos, po dhe u vra me 50 vjetët e socializmit. Nejse, s'ka rëndësi. Dhe bile me ritën, po këndonim një ditë, po ja këndoja unë, nuk jam si ai, jo. Më thej që nuk jam si ai, më dole më keq se ai. Shumë bukur.